Desha të them. Tek pjesa e raportit, që secili vend për vete e ka informacionin se çfarë ndodh këtu, kjo është e qartë. Pra në moment që në mediat e Vendit Bashkimit Evropian u shfaq imazhi i kryeministrit me atë eurodeputetin e CDU-s dhe me personin i cili u shpall nga qeveria amerikane, si një nga familjet që bashkëpunonte, pastronte para, pra u cilësua në hapët e para të veprimit që po bënte administrata e Trump, pra familja Hysa. Ne pa me ramën, duke dalë nga kryeministria, me eurodeputetin. Ajo është certifikuar tashmë nga qeveria amerikane si një familje e përfshirë në aktivitet me kartelin Sinaloa, madje ka pastruar para për llogarit kartelit Sinaloa, dhe është rasti i parë që ndodh jo një organizatë shqiptare, jo një grup i strukturuar nga ato që ne kemi njohur në mënyrë tradicionale, por një familje e tërë. Dhe si u bë famshëm, nga e morën vesh, nuk kishte që në 2016 më shumë. Kur doli nga kryeministria, u fotografua. U pa, çfarë tha kryeministri? Po ma tha kisha ardhur tha se ata plotësojnë kushtet për një kazino. Dhe ai tha vajta aty tha se kam një mik skocez për meqense ai promovon tha Shqipëri, tha do bëjmë libër. Ndërkohë, kjo familje, gjithë familja, është vizatuar nga qeveria. Nga qeveria e Shtetit Bashkuar janë 20 ca anëtarë të familjes, ka marrë të njëjtën status siç e kanë kartelet e Salvadorit, karteli në Meksik, apo kartelet në... Ata jo bërë libri, po libri po bëhet film doj. Po tani, jo film, ajo është bërë në Netflix, ka shkuar në Netflix. Dhe këtë, më mirë se askush tjetër, e din dhe Europianë dhe Amerikanë. Tjetra, Vendi i Bashkimit Evropian e din shumë mirë sepse pjesa dërmuese e dosjeve që SPAK-u i ka kthyer në aksione dhe operacione dhe hetime në Shqipëri, janë dosje të ardhur nga prokurorit e VNB-s. Gjithë që ndosh me call centrat dhe qytetarët evropianë që mashtrohen, kush i ka sill? Ne po i luftojmë, jo ata i sollën. Gjithë narkotrafikun, kush e sollën? E tuam ne s'kemi kapur 1 gram, kemi 4 vjet. Është thar atje është ai qenë antidrog që kanë ata dhe i shprishëm në hatja, s'ka gjë. Pse? Jo se zvin, po ata e marrin pavajtur te skaneri. Pse? Se skaneri e ka një kompani që është kompania amerikane. Dhe gjithë lufta aty bëhet. Gjithë lufta bëhet që ta marrin përpara dhe vërtet e marrin përpara. Pra, po të shikosh grupet kryesore që ka goditur SPAK-u, janë grupe kriminale të cilët trafikojnë kokainë nga Amerika Latine në Parlamentin Evropian, në Bashkimin Evropian. Pra, dhe po goditen për këtë gjë, ato origjinën kanë nga Shqipëria. Ushtarët i marrin nga Shqipëria, i rekrutojnë nga Shqipëria. Parat i pastrojnë në Shqipëri. Aleanca e tyre me pushtetin i bën ata që të jenë faktorë në Shqipëri. Por aktiviteti i tyre dhe problemi më madh i tyre kush është? Është Bashkimi Evropian. Ata po u marrin lekët qytetarëve evropian, parat. Lekë që po i helmojnë me kokainë, po ja u marrin parat dhe po i sillen këtu. Të njëjtën gjë bëjnë ta koncentrat. Çfarë po bëjnë? U vendosin në Shqipëri thonë apo punë madhe sa tyre europianëve. Rasti i fundit, vetëm 4 qytetarëve francezë u ishin marrë 890.000 euro. Po të ndjekin sa të bie shi i kuq ato. Pra, sa të bie shi i kuq, që ti i ke lejuar në Shqipëri, i ke bërë vendin në një bazë operative për këtë fenomen kriminal dhe nga Shqipëria, vetëm se punson disa operatorë aty, se kaq merr ti dhe merr nga 500, është ajo tarifa për operator, për kompjuter deri 1500 euro në muaj. Para që e merr policia. Dhe ata që janë në administrat që të krijojnë mundësinë ti të bësh këtë aktivitet. Pra, gjitha këto në Shqipëri pse po ndodhin tani? Po ndodhin se ne kemi parë policia spanjolle bastisi atë pallatin në Elbasan i hyrin në garazh i dolin pa pafin, policia spanjolle vet. Pa policinë italiane edhe mes Tiranës. Kemi austriakët, belgët, francezët. Pra, ne kemi bërë kërdim, po e bukur është që kemi lejuar të ndodhë ky fenomen dhe paran këtë grabitje. E kanë bërë grabitjes tjerë që kanë paguar në Shqipëri vetëm taksën. Pra, ky shtet i ka lejuar ata ta kthejnë në bazë operacionale të grabisin europianët dhe ne na kanë ngelur vetëm ato thrime përveç atyre që kanë marrë pushtetarët e lashtë. S'kan bërë ato. Po, që kanë marrë pushtetarët flas, mjetë kujtojnë se e ka marrë po. Si rasti Lazaratit, thoshin ai 5 miliard dollar. Lazarati ishte putor krah. Shikoj çfarë ka ndodhur, sepse është një fenomen që duhet ta